Mësuesia më kalon mbres shumë të madhe se është kujdes maksimum çka do të më na dhon ata që gjithë e presin prindët, për fat keq sot nuk e kemi ata. Sa vlerësohet sot roli i tij? Zero, për fat keq. Për fat keq arsimin e kemi dopt. Për fat keq. Me keqare e them. Për çka mendon? Cilat janë faktorët sipas teje? Faktor janë tepër ama. Faktor janë duke nisur nga ato që japin mësimdhënësit për shembull, nuk japin shumë rëndësi. Për shembull, fëmijët i kemi sot me telefonata në shkollë. Ku është ajo? Çfarë mësimi ai? Çka mund të merr ai mësim? Çka ai fëmijë për shembull, çka mund të kupton gjatë procesit mësimor kur e ka telefonin në dorë? Themi. Një për shembull. Vetëm ata veçeki. Ka raste tjera. Po mësuesi i ka vleftat e veta. Secili mësues duhet të kërkoni kënaq pinzonësive. Ndrysh është situata para neve kërë në kona generata jonë, edhe generata e këtyrme, që të ashtë fëmija kanë ma vleft kundra mësuesit edhe mësuesit, që ashtu me thonë, inshallah, mësuesi ne të ka përparësi, ne të mëson nxënësit, ne të kujdes, edhe nxënësit ne të janë për ta. Ma shumë më ka respektuar. Shtit, nxënësit nuk janë disiplinuar. Cili është fajtori, a mund është na thonë sipas teje? Arsimtarët. Arsimtarët? Po. Pse? Se nuk janë maturia? Nuk janë edhe ato nivel ati. Ato kanë problemat e veta, ma shumë me problemet e veta mire se me nxënësit. Ne kemi respektu, ndoshta i kemi qenë pak më tepër shtrëngu, mirë, po tash në këtë kohë demokracisë nuk japin as pak rëndësi, sidomos nuk kanë dikim për partive politike që të avancojnë më tepër ato profesorë të arsimtarës, që ti mësojnë më tepër nxënësit të edukatë edhe në shumë të shqipet më dhaja du të më bonë sistemin e shkollimit në këtë sistemin kapitalist. Prindit nuk mund të qatë shumë më tepër se sa profesorët ose ato ministri i arsimit e këto tjerë ku që shkollim drejtori i shkollës ose profesor që me botë edukimin si është perëndim gati për profesionistë dhe si kanë mundësitë ose financimin, ku e di aty ka çfarë shumë se gjëra interesi ndryshme ku e di ne.